Unë menoj që nuk oro asnjëherë është Gedo Zhizi. Gedo Zhizi. Edhe është e bo albumin shtash. Ashtë. Ka me konë super album. Nga sot data 5 që është realisht. Kohëve të fundit e dim se bashkëpunon në studion e Don Arbas. Na trego pak më gjërësisht për audiencën e gjerë, tash e so ku bashkëpunon te kjo studio edhe pse pikërisht me Don Arbas. Don Arbasin e kum njoftë edhe në fillim. Domethënë që ka kënu, ka bo hite, edhe normal që gjithmonë kum dosh me dikën që më përshtatet ata vëdën. Edhe është djalë i mirë, përshtatna shumë mirë me ta, edhe menoj që është prej producentave që ka bo hite shumë. Ashtu. Edhe që aty nashta i kum besu pak që mundet me bo diçka edhe për mu, edhe ka bo, sigurisht që ka bo. Po tash e so ku je me ton bashkëpunim? Don Arbasin nashta i ka një 3 vjet, po besoj që i ka 3 vjet. Sa projekte i ke realizu te Don Arbas? Don Arbasi një 10 projekte nashta janë. 10 projekte. Po. Apo më tregon si po ndihesh në këtë studio muzikore, pasi që realisht je tash e 3 vite, po besoj, po kalon mirë, është energjia e mirë në studio. Don Arbasi nuk e kam veç producent, po e kam edhe shok, a vëdën. Me ta knashna me ta, a vëdën. Sigur normal, me një shok që i ke nejt një kohë gjatë, a vëdën. Qashtu, vile, kur e bëjmë projektin, shkojmë bashkë në studio, i këshyrim ma përna pëlqena, qa u bot, edhe nëse vendosim me bo, e bëjmë edhe. Ashtu, do më thonë, pasi që keni edhe shoqëri, puna profesionale në studio edhe shumë e lehtë, po besoj. Shumë e lehtë. Edhe jam shumë i lumtur me ta. Ashtu, Eli, apo më tregon, tashmë ka diçka të re nga ti, je duke përgatitur projekte të reja muzikore për sezonin veror, do ke diçka nga ti personalisht? E ku mendu si vjet edhe në albumin, po nashta të këshyrim jena të punu në drejtim, nëse ke mundësi me mëri, do më thonë, se albumi lypet shumë punë. Ashtu. Edhe nëse ke mundësi me mëri, do më thonë, dhe në fund të verës, e publikojmë. Nëse jo, atëherë me shty edhe pak, në ka lidhje. Apo më tregon se ke mendu albumin, sa projekte brenda një albumit mendon se duhet janë? Ose ti personalisht, sa ke përgatitur? Unë mendoj që për veti, ku mendu 10 projekte. 10 projekte. Do shta një 4 ose 5 me videoklip, po. Tjerat normal kështu. Gjysma me videoklip, gjysma pa videoklipe. Apo më tregon cilat janë tematikat e këngëve, se po besoj pasi që e ke menduar albumin pa ka shumë e den çka ke përzgjedh. Janë një stil ngjashëm apo ka laramani brenda albumit? Stilin tem, apo bën nashta hip hop, ka me pas disa komercial, bashkëpunime ka me pas apo. Edhe bashkëpunime. Po, edhe bashkëpunime të këshyrim tash me cilin raper ose këngëtar ose këngëtare, që mund të. Nuk është përzgjedh, domethënë, as një bashkëpunim që mund na zbulosh as po don me na zbulu. Një herë pedo si sekret, a vëdën? Në rregull. Ashtë një bashkëpunim më i madh pak. A vëdën, me dikant që është më e tash. Domethënë, po menojmë ç'ashtu. Po premton bashkëpunim me dikant që është në vendin tonë. Momentalisht. Po. Nuk po ta kërkoj, por sipas teje, kush është në momentalisht? Kush po e mban ndoshta? Tregun, po menon në hip hop apo në përgjithësi kështu? Në hip hop. Nëse nuk e ke problem, se di që jo, nuk e kam problem, po unë menoj që nuk oro asnjëherë është Gedo Zhizi. Gedo Zhizi. Edhe është e bo albumin shtash. Ashtu. Ka me konë super album. Nga sot data 5 që është realisht, ka fillu publikimin e albumit. Po, pe datës 5, po ndoket. Po, nga sot. Ashtu. Edhe besoj që ka me konë një farë kthese shumë e madhe në hip hop. Kthesë shumë e madhe. Po, kthesë shumë e madhe se ka me bo do sene që nuk jeni kogja matë, a vëdën. E the që kthesë. Do me thonë që i ka mungu skenës tonë, hip-hopit, Gedo Zhizi? Po, sigurisht. A i ka njës, do me thonë, a i menaj që ka me bo kulmin.